Për banorët e një bloku pallatesh në lagjën nr. 4 të Durrësit, mëngjesi i kësaj të premteje nuk ishte i zakont. Gjetja e një objekti të dyshimt në rrugë, shumë afër banesave të tyre, i vuri në alarm, për më tepër që policia vendosi perimetrin e sigurisë në një hapësirë të konsiderueshme dhe urdhëroi ndalimin e qarkullimit të mjeteve dhe këmbësorëve. Ishte një telefonat e një qytetari ajo që vuri në lëvizje efektivët, të cilët gjetën në rrugë një aparat celular të lidhur me një sasi të vogël lëndë plasëse. Në vendngjarje mbërritën dhe specialistët xhenierë të Reneas, të cilët kryen veprimet e nevojshme dhe bën të mundur çaktivizimin e lëndës plasëse që ishte lidhur me aparatin celular. Në këtë mënyrë u eliminua çdo rrezik i mundshëm për shpërthimin e eksplozivit. Ndërkohë, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit, bën të ditur policia e Durrësit. Deri më tani në polici nuk ka persona të shoqëruar lidhur me ngjarjen, ndërkohë që po kyqyren kamerat e sigurisë në zonë për të identifikuar personin që dispononte celularin me lëndë plasëse, si dhe për të zbardhur të tjera detaje të rëndësishme lidhur me hetimin.